Ju jeni punonjës i policisë të cilët arrestuat një ditë më parë një grabitës në zonën e Deliozhit. Fillimisht si e morët informacionin për një gjë të tillë? Ne kemi qenë si në punën e përditshme, patrullim në sektorin që na caktohet na e prorët. Në patrullim, duke marrë një informacion nga një qytetar rastësishëm aty, po kemi qenë shumë pranë afër bankës. Dhe në moment tham lëm makinën në mes të rrugës, me armët e brezit, kemi drejtuar drejt bankës. Në moment jemi përplasur me autorin tek dera e bankës. Si ishte takimi i parë me autorin? Pra ju tha diçka, i tha diçka ju? Jo, ne nuk patëm kohë që të komunikonim me të, sepse ai ishte duke dal nga dera dhe në kushtet armatosura që kish armën në një dorë dhe çantën në krahun tjetër. I bëm thirrje mos ndërprit veprimet dhe mos reagonte. Fatmirësisht ai nuk reagoj dhe duke në momentin e parë i kemi hequr armën nga dora, mos gaboj, ka patën dorën e majt. Arma ishte e mbushur? Arma më pas se u bën ato ekspertizat ka qenë e mbushur me fishek në gojë. Keni pasur komunikim gjatë shoqërimit në fugon ose drejt sjelljes në komisariat? Ka thënë diçka? Me neve nuk ka komunikuar në fugon ai dhe ne nuk e kemi pyetur shumë sepse nuk janë edhe kompetencat tona që ti marrim në pyetje dhe duke parë dhe gjendjen e atij që duam ta rëndonim, nuk ka reaguar, nuk ka pasur probleme gjatë shoqërimit. Që në momentin që është bërë prangosja në aty në momentin që është kapur para bankës, kemi kaluar në furgon dhe më pas ka ardhur në ambientin e komisariatit. Komunikuat me punonjësit e bankës, çfarë ju thanë ata? Unë kam komunikuar vetëm me atë zonjën që ka qenë aty ke dera, me sa mora vesh më duket se ishte punonjës e sigurisë, mos e gabohem. Dhe tha sa ka hyrë ke dera ka zbrazur kallashin dhe atje duke i shenja dhe ka qenë një gëzhoj në korridorin mbas derës. Dhe pastaj ka shku ke arka. Dhe bile dhe ajo zonja në momentin që unë po mundosha t'i bëj një prangosje, mundoj të merrte çantën e autorit, që unë i thash lere se ajo është puna jonë, është prova materiale dhe duhet sigurohet nga na jonë. Ai kishte ardhur me një makinë në zonën e bankës. Ishin ndjeni për këtë fakt? Kjo është marrë vesh pak më vonë, sepse ne nuk morëm kaq informacione për këtë pjesë e makinës, vetëm informacioni i parë ka qenë që në bankë ka hyrë një person me armë. As e cilësuar çfarë armë ishte, as gjë, dhe ne ishte një informacion i momentit dhe edhe veprimet i kemi bërë momentale nuk kishim kohë dhe as të mendoshim. Ju keni 15 vite me uniform. Sa krenar ju bëjnë këto momente? Tash këto janë emocione që të krijon dhe vetvetiu dhe punën që kemi normalisht që bësh në emocionet bësh e krenar dhe duke bërë dhe një punë rezultative pa pasoja, pa normalisht e ndjen vetë krenar dhe është qejf të punosh polici. Edhe një mesazh për punonjësit e ri të policisë që do vinë së bashku, do bëhen koleg me ju. Cili është mesazhi pra? Çfarë këshilli ju jep? Në qoftë se ata e marrin me qejf e me pasion këtë lloj pune, të punojnë pa emocione, pa frikë. Çdo punë ka të mirat e saj dhe të këqijat e saj, por është punë e bukur dhe nëse e kemi qejf e bën me pasion.